Jemi së bashku për një transmetim të drejt për drejt sa i takon dhe zhvillimit të fundit të ngjarjes së rëndë ndodhur me ditën e sotme në Korçë, ku humbën jetën nën e birë, ku padyshim deri në këtë çast është bërë me dije që kemi të bëjmë me një asfiski nga zjarri që ka rënë në banesën e tyre. Si rrjedhoi kanë humbur jetën nëna 40 vjeçaria Merieme Azislani dhe djali i saj 14 vjeçar Luka Azislani, ndërsa në gjendje të rëndë shëndetësore ka mbërritur në kryeqytet vajza 6 vjeçare në spitalin e pediatrisë në këtë çast në kujdesin e mjekëve, sa i takon edhe për kujdeset që po merr nga mjekët për shkak të djegjes së rëndë që ka ndodhur me të. Kam një komunikim të drejt për drejt nga pediatria kolegen Eliza Gjediku, të cilën e përshëndes. Eliza, përshëndetje, çfarë të reja është ke mësuar deri më tani? Përshëndetje Ermal, para pak minutash kam bërritur në qendrën spitalore universitare Nën Tereza 6 vjeçaria e cila mbeti e djegur gjatë ditës së sotme në Maliq. 6 vjeçaria është transportuar me një autoambulancë për shkak të djegjeve të shumta që ka pësuar si pasojë e zjarrit që përfshiu banesën e saj. Nga informacionet paraprake, 6 vjeçaria ka mbërritur në spitalin e djegjes në QSUT, por për shkak të gjendjes së saj të rënduar dhe për shkak të djegjeve të shumta, ajo është futur menjëherë në një tubim në le të themi tek pediatria dhe aty po merr edhe ndihmën mjekësore nga mjekët për t'i mjekuar plagët që vlen të theksohet se kanë qenë të shumta. Nga informacionet paraprake nga të afërmi që kanë mbërritur po ashtu në QSUT, mësojmë se 6 vjeçaria ka arritur të dalë vetë nga shtëpia dhe është gjetur jashtë banesës e cila ishte përfshirë nga flakët. Babai i fëmijëve në gjatë kohës që ka rënë zjarri në banesë ndodhej në punë, ai ishte një punëtor ndërtimi, ndërsa të dy fëmijët, sikundër e kishin raportuar edhe fqinjët, vuanin nga problemet të spektrit autik. Sa i takon le të themi detajeve të tjera se çfarë kishte ndodhur apo se cila ishte arsyeja që shtëpia ishte përfshirë nga flakët, të afërmit e kësaj familje ende nuk janë në gjendje le të themi që të thonë një burim paraprak se çfarë ka ndodhur. Por ajo që vlen të theksohet në këto momente ka të bëjë me faktin që vajza është në kujdes mjekësor dhe po merr mjekimin le të themi të plagëve të shumta që ajo kishte pësuar. Ndërkohë, Eliza, gjatë mbërritjes tuaj në qendrën spitalore keni zhvilluar kështu një lloj bisede të shkurtër, kuptohet edhe për shkak të situatës me Xhaxhaj. Pra është vetë familjar që po qëndron tani më pranë, sa i takon edhe ndoshta një komunikimi të drejtë për drejtë me mjekët për gjendjen e saj shëndetësore? Në fakt, Xhaxhaj i fëmijëve ishte personi që mbërriti pranë repartit të djegjes plastike në kryeqytet me një të afërm tjetër për të marrë informacionet paraprake se çfarë po ndodhte apo në çfarë gjendje ishte e mitura 6 vjeçare. Sipas një komunikimi shumë në nxitim le të themi me Xhaxhajin e të miturës, kuptuar edhe kuptohet edhe nga situata në të cilën ata gjenden aktualisht, mësuam që 6 vjeçaria ka arritur të dalë vetë nga banesa në ato momente që shtëpia është përfshirë nga flakët, të vetëm që ishin në shtëpi ishte nëna dhe 2 fëmijët, ndërsa babai ishte në punë, ai punonte në ndërtim, ndërsa të 2 fëmijët, përveç se kishin le të themi probleme të spektrit autik, e gjithë familja ishte në kushte të vështira ekonomike. Këto janë le të themi të dhënat e para apo informacionet e para që kemi rreth kësaj ngjarje të rëndë që ndodhi ditën e sotme. Mirë, Eliza, falenderoj shumë, ne padyshim do të jemi në dispozicion për të kuptuar edhe më tej në dinamikën e ngjarjes. Faleminderit për këto informacione të fundit nga pediatria.